Deputetja bosnjake Duda Balje ka reaguar pas deklaratës së mbrëmshme të deputetes së vetëvendosjes Arbërish Kryziu, e cila tentoi ta poshtërojë Baljen, duke thënë se kë mund të mësojë ajo. Deklarata e Kryziut vjen pasi Balje ditë më parë ka thënë se i kanë ofruar një pozitë të profesoreshës në Shkup, në këmbim të votës së saj për Albulena Axhiun, kryeparlamentare. Balje kishte thënë se pozita ishte ofruar nga persona ndërmjetës. Në një tentim për të mohuar se ja kanë bërë këtë ofertë nga lëvizja vetëvendosje, Kryziu tha: "Jam shumë kurioztare me ditë çfarë lënde kish me dhënë Duda Balje. Jam shumë kurioze me ditë kënde mëson, kënd kish mund me mësu Duda. Është shumë keq kur dele thu shiko se mund kanë ofru me u bë profesoresh. I kemi ofruar zonjës Balje që me qenë pjesë e koalicionit, ajo mund me thënë gjithçka, por nuk është e vërtetë që kryeministri Kurti ka shkuar dhe i ka bërë oferta të tilla", tha ajo në Kanal 10. Kësaj deklarate i ka reaguar Balje dhe tani si me të gjitha ata kolegë që nuk din pothuajse asgjë, por që donin shumë ta dinin, a duhet i shpjegoj një nga një apo duhet kërkoj një takim të përbashkët me të gjithë. Kjo duhet vendoset sa më shpejt e jetë e mundur, sepse është kaq e rëndësishme për mua se çfarë mendojnë ata se nuk mund ta imagjinosh. Mos vet. Komplekset e tua të vlerës më të lartë do të shkatërrohen, Arbërish Kryziu, ka shkruar Balje. Deputetja bosnjake pati deklaruar disa ditë më parë se ishte ofruar posti i profesoreshës dhe kishte thënë se ndërmjetësimi ishte bërë nga një mjeke. Po, është e vërtet, pata disa thirrje prej personave që nuk janë bash direkt të politikës, janë në shoqëri. Unë, para disa vitesh, kam apliku për profesoresh në Maqedoni, edhe kam plotsu krejt kushtet, ama nuk kam apliku, ama tash më kanë thënë se ka mundësi me diskutu për vendin e punës si profesoresh, nëse ju e votoni Albulena Axhiun apo ishte pyetur ajo nga gazetarët. Po, nuk kanë qenë direkt, por është një shoqe, një mjeke e Kosovës, disa herë jemi takuar rastësisht, përgjigja ime ka qenë jo, kam refuzuar sepse unë nuk i njoh këta persona dhe vërtet ka qenë e papranueshme. Ka pas 2-3 thirrje, tha ndër të tjera Duda Balje.